Të respektuar teleshikues, ju përshëndesim edhe sonte. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutur Allahun e plot fuqishëm që edhe këtë ditë të agjerimit t'ju pranoj, të jetë prej ditëve të cilat na afrojnë më shumë me Zotin e gjithësisë në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Sa po kemi nisur, jemi në ditët e para dhe jemi po ashtu edhe me këtë emision të ri që është ekskluzivisht si vjet për ju në këtë muaj që emetohet dhe në sofrën e Ramazanit, si quhet emisioni, synon që të bëj dhe të thrasim njerëz mysafir të ndryshëm të vendeve të trojeve shqiptare, po e themi kështu sepse kemi tashmë hoxhallar të shumt. E di se Ramazani ka disa ditë, por numri i hoxhallarëve që janë kontribues dhe kanë gjurmë në punën dhe davetin islam është i madh, nuk do të mund t'i arrijmë që të gjithë. Por çka nuk arrijet e tëra, nuk lihet e tëra. Dhe rrjedhimisht do t'jemi me figura eminente, me personalitete të cilët kanë shumë ndikim në thirrjen islame. E sonte me ne dhe me ju kemi me njëherë, pra mbrëm keshim një musafir nga vendi jon, nga Mitrovica, e sonte në ka ardhur në studio nga Shqipëria dhe nga vendi shumë i çmuar, nga Shkodra, Myftiu Muhamed Sytari, cilit i dëshirojmë mirëseardhje. Mirëseardhje mufti. Shumë faleminderit për ftesën, edhe kënaqësi shumë e madhe me kënë në këtë tryezë të bereqetit të Ramazanit, edhe me ndihmu këtë hymje që gjithsesi ta ndej zemrën me dashni për çdo cep të trojeve tona shqiptare, edhe kur përmendet Mitrovica dhe përmenden cepat e shtrejt të Kosovës së zemrës, të duket sikur përzihet shpirti i atë dashurisë me kënaqësinë e madhe dhe bekimet e muajit të madhëshëm të Ramazanit. Edhe duket se shkojnë edhe qëndrojnë jashtëzakonisht bukur si mozaiku i kësaj tryeze të begat. Padyshim, ne mufti nderuar dhe për teleshikuesit të bëjmë me dije se gjatë këtij muaji kemi planifikuar që të thrasim hoxhallar nga Shqipëria, nga Maqedonia e Veriut, nga Kosova, nga Lugina e Preshevës dhe do të mundohemi që të përfshim disa emra të tyre, sikur përmenda, pra jo të gjithë do të mund t'i përfshim. Është kënaqësi e madhe, sidomos për ne edhe është emocionale, më të them drejtën, që në vitin 2026 ne ftojmë hoxhallar nga Shqipëria për të pasuruar emisionet, sepse tashmë Shqipëria ka hoxhallar për eksport po e quaj. Derisa 2 dekada më herët, 3 dekada më herët, sidomos në 91-shën, hoxhallar me pak dije nga Kosova vinin për të përhap fenë e Zotit në ditët e para. Me qenë nga Shkodra, lejo para se të fillojmë atë pjesën që do ta elaborojmë dhe është prap po e them, është prekse dhe emocionale, se me Shkodrën dhe me ju tash na bashkojnë dy gjëra, e kem dialektin e përbashkët, flasim gegnisht pa problem, dhe tjetra është personalisht na bashkon shkolla e Shamit, më duket, nëse guxoj, edhe gjyben e ketë atje jetë. Ashtu palohet. Genet i kam të atjehit, dashnin e kam të atjehit, Drejtimin e fesë dhe fetarizmit edhe muzën e kam shamite, edhe semtin. Subhanallah. Qalmen kret, sepse në fakt kjo është një gjurmë identifikimi i dashtën, që gjithsesi mu më lidh me amanetet e hoxhallarëve të mi të shtrejt. Po përmendi hoxhen e zemrës Shekh Bebi Suleman Gavoqin, rahmet past.
po përmendi hoxhën e madhe dhe kryemiftin e Sirisë Sheikh Ahmed Keftaru. Po përmendi shumë emra të mëdhenj që gjithsesi përpara tyre ne qëndrojmë si fëmijë të vegjël. Po përmendi Sheikh Abdul Kader Arnautin, që me që hape këtë temën e Shami Sherifit, shkum një herë ta vizitonim për Fitur Bajram. Edhe në fakt ky është një debat gati qesharak. Por disa prej shokëve po diskutonin aso kohë që a duhet me apudh dorën hoxhës, a nuk duhet me apudh dorën hoxhës edhe. Unë po i ndigjoja dhe po kisha vu buzën në gaz. Edhe i them këtë mesele do ta zgjidhim sot. Dhe thanë këto ditë e Bajramit. Edhe unë do ju jap përgjigjen e plotë dhe të saktë. Thojnë ato si, do të shkojmë tek shehu, edhe unë do t'ju pri. Do të hyj pare, do t'ja puthi dorën hoxhës. Nëse kjo lejohet, u mbyll meseleja. Nëse nuk lejohet, shehu do reagoj. Do të flasë, do të na tregoj, do të na qortoj, do të na jap rrugë zgjidhjen për këtë çështje kaq madhore. Edhe shkojmë tek Hoxha Rahmet Pas, ai ka pas një prezencë shumë nuranite, por shumë burnore, e disa tipare, domethënë kështu Arnaut siç e ka pas edhe llagepin e tij. Edhe hym tek Hoxha Rahmet Pas, i dham selam, e morëm atë timbrin e zanit e tij me atë zanin kumbues. Edhe unë ja pusa dorën, hoxha tërhoqi dorën, siç zakonisht ato gjithë ulemanët kalibri i Sheikh Abdul Kaderit e vepron. Unë kryeva atë, pusa dorën e tij dhe nuk kishte asgjë, përveç tërheqjes së dorës. Mirë po e mira këtij veprimi ose e këtij ngacmimi të shokëve të mi, ishte se gjatë gjithë mexhlisit hoxha domethënë kryesisht komunikonte me mua. Edhe unë isha ma fatlumi atë ditë në atë mexhlis, edhe nuk e harroj atë. Kur dolëm, se kështu e kishim vendosur, që edhe në hyrje edhe në dalje do ta bëj atë veprim. Sido që të jetë përgjigja, le të marrim 2 herë edhe qortime, nuk ka problem. Edhe herën e dytë, ai nuk e tërhoqi as herën e parë, edhe unë e pusa dorën e hoxhës. Edhe më përkoi kryt dhe tha Allah erda alek. Allah qoftë razim me ty. Edhe në fakt ishte një bekim që më ka shoqënuar gjatë gjithë jetës, sikurse bekimet e hoxhallarëve të tjerë, e që gjithsesi i lutem Allahu subhanahu wa taala që më ndajt në besën e tyre, sepse është një amanet shumë i shtrejtë, ne gjithsesi po të arrijmë edhe në qiell të shtatë, si themin në Shkodër, nuk bëhemi asa pluhun i shapkave të tyre. Mirë po, është mirë që njeriu në jetën e tij, me pas disa stacione, pas disa piketa, edhe me e ditë se nuk është vetëm, edhe me e ditë se ka disa figura dhe personalitete që i atribohet, apo ka një lidhje me ato. Sa do e vogël qoftë ajo lidhje, me dikën më shumë, me dikën më pak. Ama është si një tryezë e madhe, ku ka ngjyra të shumta, ku gjithë secila prej objekteve dhe orendive në këtë tryezë që formon këtë dekor edhe këtë mozaik kaq të bukur, gjithë secili prej këtyre detajeve ka dobi në vetvete. Edhe besoj se është një fat mirësi e madhe edhe për mua, po edhe për zotnin tane, që kemi pi ujin e Shamit. Gjithsesi, dhe në fakt tash nuk më bie ta them pasi që jem prej kësaj vije, por në përgjithësi dhe në hoxhallar vërehet në sjelljet e tyre, në butësinë e tyre, në thirrjen e tyre ata që kanë pi ujë të Shamit. Në butësia i karakterizon pavarësisht edhe nëse ka orientim çështje, domethënë të dalluara, por dallojnë hoxhallarët e Shamit në përgjithësi kishin edhe maturin. Besa edhe sistemi i bëri të mençur edhe më tepër që të dinë. Ne e përdorim këtu në Kosovë me ngreh penin e mos me kput. Pra edhe me përshu fjalën e Zotit, edhe brenda diktaturës me funksionu, duke mos u mbyll feja, dhe është interesante dhe sistemi që tashmë që nga viti i kaluar ose u bën 4-15 muaj që ra i sistem. Megjithatë ne në ato kohë arritëm të studiojmë atje. Në ato kohë u arrit që të huajt për shembull të pranohen dhe na trajtonin si bitë të tyre. Dhe unë e kam vrejt në vetvete por edhe tek kolegët që kemi mësuar në Sham,
kemi pas tepër emocione për popullin, ato ditë sidomos kur shehnim gëzimin e tyre. Sikur duke sepse në shtëpitë tona po ndodh ai çlirim. Nuk e di sepse nisi këtë bashkëbisedim në këtë mënyrë, po të garantoj se është më e mira dhe më e bukur dhe më preksja gjybeja e mënyrave. Por besoj se duke i shku linjës vlerësimit real të hoxhallarëve të Shami Sharifit, besoj se je dakord me mua, po të them se në cilësinë e gjithë secilit prej tyre, apo karakteristikë e gjithë secilit prej tyre, besoj se ka kenë kjo fjali e cila thotë se madhrimi i emrit të Allahut edhe i urdhëresave të tij, edhe dëmshuria dhe mëshira për krijesat e Zotit. Dhe më thanë, kemi pa në shembullin e këtyre hoxhallarëve të mëdhenj të Shami Sharifit, një lloj përkushtimi autentik edhe shumë real, edhe shumë original, që i lidh me breznit e shkuara, edhe të duket se tek disa prej tyre ti sheh si në një film të shpejt jetën edhe cilësitë e atyre që ne sot i themi rëndomt es-selefus salih, dhe më thënë brezi i sahabeve dhe tabiinëve dhe dhe më thënë si të shohësh Imam Abu Hanifën apo Sidi Shafiun apo Imam Malikun apo Ahmed ibn Hanbalin apo të tjerë. Edhe njëkohësisht sheh dëmshurinë që ata kanë për njerëzit, dhe më thënë përtej burimeve ku ata mbështeten, edhe përtej shkollave që pasonin dhe reflektonin në marrëdhënien e përditshme me njerëzit, emruesi i përbashkët ishte korrektësia në raport me fen, edhe dëmshuria, edhe shpirti i tolerancës në raport me dobin që i sillnin njerëzve. E besoj se në këtë kontekst, besoj se hoxhallarët e mëdhenj shqiptar janë tregu me gisht për këtë veçori. Unë po përmendi, po rri prapë tek Sheikh Abdul Qadir Arnauti. Sa familje siriane kanë shpëtuar nga dora e urtësisë së tij. Sakt. Me fetvat e rujtjes së ekuilibrave të familjes, atë besoj e ke parasysh. Patjetër. Po sa fëmijë, djemë të rije, vajza të reja janë edukuar nga dora e hoxhës tonë Bebi Sulejman Gavoçi, i cili edhe në Damask, por edhe kur është larguar nga Damasku, ka vazhduar me kenë besnik i asaj që ne e njohim si fryma e tradicionales në atë prekje të islamit në trojet tona shqiptare. Po përmend pastaj edhe hoxhallar të tjerë, emrat e të cilëve janë të regjistruar dhe qëndrojnë në murin e lavdis së historisë islame, jo vetëm të shekullit tonë, po edhe përtej tij. Hoxhë Shkodra, ndërkombëtarisht po flas në botën islame, është emër i njoftun, edhe pse jo Tirana ndoshta. Tani është administrativisht po, por Shkodra për shkak se i dha botës islame këta ulema të mëdhenj, dhe natyrshëm që kur përshkruhen biografitë e tyre ata me stilin e shkrimit janë mundu që ta bëjnë të arabizuar emrin Shkodër, duke pas parasysh se me sukun nuk mund të nisemi e tjera. Pra janë mundu që ta bëjnë shqip emrin e Shkodrës, se jo t'i thonë Skadar apo diçka të ngjashme. Dhe natyrshëm edhe përveç na nderove që disa që po përmend kosovarin ton, pra Abdul Qadir Arnautin, pra dhe dy kolegët e tij të fushës së hadithit, Sheikh Albani dhe Sheikh Shuaibi, që janë dy shkodran që në fakt shqiptaria e besa krejt bota islami burret me këto figura të mëdha, sidomos këto katër shtyllave, Bigavoxhi, pastaj edhe të tjerë, edhe djali Sulejmani, edhe dietar tjerë, bile doherë kam dëgjuar për disa emra që me modesti janë mbajt, por kanë qenë pjesë e punës të palodhshme, domethënë disa Arnaut të tjerë në Sham që kanë dhënë kontribut me dije. Mirë po, më lejo tash të kthehemi këtu në vend, se mos ti besoj që mund dalte Shami, nuk na mjafton kjo emision. Nuk e sosi me drejt. Shkodra si simbolik e thymjes së komunizmit. Muftiu i parë i Shqipërisë, Shkodran,
hapja e parë e xhamisë së Plumbit që tentoj ta bëjnë dhe ai është një ikonë shumë e gjallë Sabri Koçi në rezistencë dhe në fakt desha të përmendim në babën Hoxh kam pas dhe Abdulkader Arnautin e kam njoft para që nga shkolla fillore ose nga fëmijëria sepse ai vinte në shtëpinë tonë në Kosovë. Kësaj pra dhe Sabri Koçin arritëm ta njohim nëpërmjet babait që për herë parë janë taku në Haxh në vitin 1991. Tregonte për vuajtjet e tij se si e kishte ruajtur hifzin në burg dhe ajo është nga emrat e mëdhenj që vuajtjet në burg i ka pas të gjata. Si shkadran e thyet barrierën e luftimit të fesë dhe e rikthyet besimin. Hafiz Sabri Koçi në krye të herës është me origjinë nga Gurakuqi i Librazhdit. Po. Ka ardhur në Shkodër fëmijë i vogël me nanën e tij pasi jati ka ndruar jetë. Ka ardhur jetim në Shkodër, edhe madhështia e emrit të tij apo lidhja e madhe me emrin e Shkodrës qëndron pikërisht tek respekti edhe vlerësimi që familjet shkodrane, familjet qytetare, elitare të Shkodrës, i kanë kushtu familjes së Hafizit jetim, edhe vlen të përmendet që ai që në moshë të vogël është bashku me grupin e fundit të talebeve të muderrizit të famshëm të Shkodrës, Haxhi Hafiz Muhamet Bekteshi, rahmet past, i cili në vitin 1952 ka dhënë edhe ixhazetin e fundit për 15 talebet e fundit të tij. Pastaj vjen periudha pas këtij momenti që më rrin deri në 67-ën edhe si duket nuk ka më aktivitet për Hoxhën. Megjithëse edhe ndahet nga jeta disa kohë përpara katastrofës apo kataklizmës apo kiametit të 67-s. Ajo që vlen të përmendet është një detaj shumë interesant që unë e kam zbulu personalisht edhe e kam prek edhe kam bërë një monografi për këtë, kam botu. Është ixhazeti që Hafiz Sabri Koçi edhe shokët e tij të tjerë kanë marrë nga Haxhi Muhamet Bekteshi, edhe që është ixhaze muttasila ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pra një ixhazet me emra nga Haxhi Muhamet Bekteshi, nga hoxha i tij Hysen Efendi Vuthi i Pllaves edhe i Gucis, tek hoxha i tij tek deri tek Hazreti Pejgamberi alayhi salatu wasalam. Dhe emrat janë të gjithë të regjistruar. Edhe ke parasysh hoxhi i dashur që kur ti e merr këtë ixhazet në dorë, ai edhe pse është një broshurë e vogël me shkrim doret, edhe me kaligrafinë e hoxhës, edhe me vulën e tij, edhe me vërtetimin e përmajtjes apo noterizimin, po them, nga zyra e myftinisë së Shkodrës, ty të duket sikur të ke një mal me peshë edhe me madhështi përpara dorëve. Dhe më thanë, edhe një shfatlum që nga pejgamberi alayhi salatu wasalam e brez pas brezi, normat e mira të ummetit, është trashëgu kjo dije dhe ky përkushtim dhe kam rrit edhe tek ne në Shkodër. I kam rrit edhe Hafiz Sabri Koçit rahmet past. Edhe besoj se ajo edukat edhe ai shpirt që kanë marrë nga hoxha i tyne, Haxhi Muhamet Bekteshi, patjetër që i ka bën këta hoxhallar të dalluar në mesin e krejt popullit, edhe të dashur në mesin e tyre. Unë kam pas fatmirësinë me njoft 3 ose 4 prej këtij grupit të 15 talebeve të fundit të Haxhi Muhamet Bekteshit, i kam rrit ato, kam mësu për tyne. Madje edhe nga Hafizi kam marrë më shumë se sa unë të regoj se kam marrë, edhe nga kontakte kret të afërta, e të dëshmuara, të regjistruara, por e kujtoj një moment kur i mblodha një grup të hoxhallarëve të Shkodrës, edhe ftuam një prej kolegëve edhe shokëve të dersit të Haxhi Hafiz Sabri Koçit, Haxhi Hafiz Musa Hoxhën, ka një plak i bukur me mjekër të bardhë, një hoxh kështu tradicional, po shumë
i përkushtuar, një ushtar i heshtun, dhe me thanë prej atyre që punojnë dhe nuk duan t'ja din a i pau kush, a i vlerësoj kush, a tha kush diçka për to, atë e kanë hek atë marak, atë dert nga jeta e tyne. Edhe eftuam një herë hoxhen me na tregu për jetën e tij në një grup të përzgjedhur, intelektualësh dhe hoxhallarësh. Por unë në fakt kisha një hile sheriatike, edhe i kërkova hoxhës atë ditë, atë mramje, që ijazetin që ai trashëgon nga hoxha i tij me na përcjell ne. Jo si një ijazet i mirëfillt, po në mënyrë honorifike, që të paktën me thanë moralisht, edhe një fije sa do e vogël që na lidh me pejgamberin alayhi salatu wasalam, edhe në këtë formë nuk ka shkput asnjëherë në Shkodër. Mbesoj i dashur që dhe me thanë hoxha u emocionu shumë, u skuq në fytyrë, sa po ne kemi studiu 14 vite, po kjo është amanet i madh, po nuk mundem kështu, po ne ishim krejt me qallën me gjybat përpara tij, thash po ne kjo është mënyrë honorifike. Edhe sa e kemi vunë sikletat natë, subhanallahu, Allahu më shiroft. Derisa ai e bani një dua ashtu edhe kështu, dhe me thanë, sa dhun po ju jep kështu një ijazet më tepër shpirtënore, moralisht, i thosh nuk të duam ne, nuk duam më tepër sa ajo, nuk realizohet ajo që ju keni më rrit. E si të thush, e kemi marrë atë shkëndi, sa do pak, edhe moralisht. Edhe është një bekim shumë i madh për qytetin e Shkodrës, edhe besoj se falë për kushtimit të këtyre burrave, Allah subhanahu wa taala e ka rujt besimin të paprekun në zemrat e njerëzve. Ju përmendë xhamin e Plumit, edhe unë po them vetëm një detaj, që ja them shpesh edhe ambasadorëve të ndryshëm, vizitorëve të ndryshëm që vinë në zyrën e Muftiut të Shkodrës, ku është një tablo e madhe me dëshminë e 16 nëntorit të 1990-s, ku turma pafund, gati më duket sikur shoh në një film të përkthym o ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, turma që vinë nga qyteti, edhe në kam, jo me makina, s'ka pas makina në ndjetën, në kam edhe në kushte gati në ekuilibrat e frikës. Edhe unë i pyes dhe i them, sistemi komunist ka pa ma shumë se 23 vite një lloj blokade edhe diktature totalitare që ka vendos ateizmin si sistem jetik në Shqipëri, ka ndalu fen, ka shkatërru të gjitha simbolikat e fesë, objektet e kultit, ka hek të gjitha simbolet e besimit, e të fetarizmit që mund të tërheqin njerëzit. Dhe me thanë, hoxhallarëve ju ka rru mjekrat, i ka fut në punë të rana, disa i ka burgoz, disa janë vetë izolu, janë syrgjënos në shtëpitë e tyre. Edhe megjithatë, ti shikon krejt ato njerëz mas 23 viteve, turma që shkojnë tek një xhami gati për dhëese dhe elan mazdore, e braktisun. Ore, ku është komunizmi? Ku është ateizmi? Ku është krejt ajo shtypje dhe krejt ajo dhunë sistematike që kanë jetuar shqiptarët? E që do të thotë se Allah Azza wa Jall e ka rujt faren e besimit nëpërmjet sinqeritetit të atyre burrave. Edhe them shpesh herë që edhe ne, shokët e mi, ka përshtypjen se jemi një hise e duas së zemrës së madhe të tyre. Ndoshta mund të jemi një dua në një natë të errët në burgjet e komunizmit, nga zemra dhe shpirti i Hafiz Sabri Koçit, ndoshta i në një prej hoxhallarëve të tjerë, që Allah subhanahu wa taala mos me humb këtë fe as në Shkodër, as në Shqipëri. Edhe shih sot realitetin. La ilaha illallah. Kur jem të realitet ju i ri në moshë, megjithatë, por vitet po ecën, keni një dekadë gjysmë më tepër që jeni mufti i Shkodrës. Si është gjendja tani, sa xhami ka Shkodra? Shkodra si qytet, por dhe si bashki, si rrethin. Qyteti i Shkodrës ka 18 xhami si qytet. E bashkë me fshatrat arrim dikun tek shifra e 70 xhamive. Mashallah. Prej të cilave 1065 janë funksionale edhe zhvillohet aktiviteti i rregullt, ditore, javore dhe kështu në vazhdimsi. E disa prej këtyre xhamive në zona të thella, malore kryesisht, kanë ngel të braktisuna sepse nuk ka më banor në ato fshatra. Është fenomeni edhe në Kosovë. Fenomeni i shpërmuljes. Ama përndryshe nuk ka asnjë xhami që është në myll. E pse po e them këtë? Se dikush thotë se
Islami është në krizë, edhe muslimanët janë në krizë, edhe Islami është në momente të vështira. E vërteta është se për herë më shumë shtohen xhamit. E që do thotë se për herë më shumë shtohet numri i njerëzve që kërkojnë një shtëpi të re të Allahut në një zonë, në një lagje, në një fshat. Për herë më tepër shtohet numri i nxënësve që frekuentojnë medresen tonë, me 3 godinat, me 3 ndërtesat e saj. Do të vim fillorja e djemve, e vajzave, e numri i nxënësve të secilës medrese e kalon numrin e 1000 e kusur djemë dhe vajza. Rritet për herë më tepër kërkesa ndaj hoxhallarëve për të kenë për herë më aktiv në jetën dhe në komunikimin e përditshëm të njerëzve, pra jo vetëm thjesht me e pa hoxhën në xhami apo vetëm në mihrab apo në një mezhlis prej mezhliseve të dijes, por kërkohet të jetë si pajtimtar, po kërkohet të jetë edhe si ndërmjetësues për të bashkuar, për të e kështu me radhë. E gjitha kjo çfarë tregon i dashur? Tregon se besimi për te realitetit ton, edhe për kushtimit ton, këtë besim dhe këtë fe e ruan Allah subhanahu wa taala. Ne kemi mundësinë për ta nalësu veten ton, jo për ego personale, po për lavdi të përzgjedhjes hyjnore. Kemi mundësinë me e vendos veten në pjedesalin e shërbimit ndaj fesë Allahut azza wa jall, pa prit falënderime dhe mirënjohje apo fjalë të mëdha nga askush, sepse jemi eduku, siç na thoshte hoxha jon Bebi Sulejmani rahmet past, që njëherë i propozova me bëj një libër për jetën e tij. I thash, do të shkruaj një monografi për jetën tënde. I ndroi fytyra i dashur, edhe u skuq në fytyrë krejt. Edhe gati u mërzita se pse e vendosan këtë pozitë. Çfarë gabova? Sa po librat shkruhen për dietarët mondial. Unë i thash, po nëse zotnia jote nuk është dietari, kush është dietari? Sa mos ma prish një fen. La ilaha illallah. Edhe mos ma prish një ahiretin. Sepse unë nuk kam punu për me thanë për mu se kjo është kështu, kjo është ashtu. Unë ndërhyva dhe i thash Sejdi, kjo nuk është për asme e bate, hasha lillah. Por a nuk është e udhës që ne mi u thanë fëmijëve tanë edhe rinjes tonë që në këtë tokë, prej kësaj tokë, ka pas edhe kanë dalë hoxhallar të ndërruar të cilët ne ruajmë fenë Allahut azza wa jall. E uli krytin kështu dhe tha, bën çfarë të duash, po unë nuk du me ditë për këto gjana. Kjo është modestia e tyre. Kjo është shpirti i madh. Kjo është lidhja e tyre me Zotin që në fakt fenë nuk e kanë për produkt të jashtëm, por fillimisht dhe mbarimisht për vete. E pastaj të tjerë kanë përfitu. Përmendet edhe medresën dhe ju në fakt është prej medreseve që i ka mbjetu akoma dhe ditëve të sotme, pra pas ramjes së komunizmit u hapën shumë medrese në Shqipëri, por medreseja e Shkodrës, Haxhi Sheikh Shamia, vazhdon të jetë një ikonë që e identifikon këtë qytet tashmë, duke pas parasysh se ju dhe gjeografikisht edhe për malsinë e Ulqinit jeni qyteti ose komuna dhe pazarit edhe vizitave të shpeshta dhe ju kanë është zonë e juja, shumë thjesht. Pastaj edhe prej Kosovës ka pas raste plot nxënës që kanë ardhur në këtë shkollë. Si është gjendja e saj? Përmendet që keni mbi 1000 nxënës? Medreseja e Shkodrës ka hyrë në vitin e 35 të organizimit të saj. Do të thënë pas krijimit të Bashkësisë Islame Shqiptare në Shkodër, pra pas hapjes së xhamisë së Plumit, me njëherë ka nisë puna për hapjen e medresesë së Shkodrës, sepse historikisht në Shkodër ka pas medrese. E historikisht në Shkodër ka pas nxënës medresista që kanë mësuar dhe kanë vazhdu pasaj jetën e tyre duke marrë tharmin e besimit edhe duke e vendosur në jetë në fusha të ndryshme ku Zoti i ka thirrë në jetë. E sot medreseja jonë është në vitin e saj të 35, ka një aktivitet
të mirë edhe të admirueshëm për sa i përket kurbës së aktivitetit, pra që do të thotë si nuk është ndërprer asnjëherë aktiviteti i medresesë Haxhi Sheshamia në Shkodër, dhe kjo është për admirim, siç i themi, rëndomt në komunikimet tona të përditshme. Medreseja e Shkodrës fal edhe bashkëpunimeve të mira dhe vllazërimeve e binjakëzimeve që kemi me shoqata dhe institucionet e tjera anë mban botës, kryesisht në Turqi, por jo vetëm, është në një nivel, besoj, për tu vlerësu, nëse nuk është shkolla ma e mirë në Shkodër dhe në zonën e Veriut, ndoshta në 2-3 shkollat ma të mira të Veriut, por jo vetëm. Plot herë nxënës të saj kanë zonë vend para dhe në shkenca dhe absolutisht, pa asnjë lloj kështu, pa mungesë modestie. Pastaj mund të them që edhe në rang republike, patjetër që në qytetet të ndryshme të Shqipërisë ka medrese, në Tiranë ka medrese, por jo vetëm. Por pozita e medresesë së Shkodrës edhe mënyra se si edukohen edhe jepet mësimi edhe se si ruhet ekuilibri i traditës me zhvillimin bashkohor është në një nivel shumë të lartë në medresen tonë përgjatë këtyre 3 dekadave e gjysmë. Edhe besoj se edhe falë përkushtimit të krejt aktorëve që punojnë edhe lodhen edhe sakrifikojnë ditë pas dite për të mirën e medreses, ajo është kthy tashmë në një pikë referimi edhe për jo vetëm për malsinë e Ulqinit apo këtyre zonave shqiptare për rreth qytetit të Shkodrës, por për krejt troje shqiptare, edhe për te trojeve shqiptare, sepse në këtë historik të kësaj periudhe të re të medresesë së Shkodrës, kemi pas edhe vazhdojmë të kemi nxënës konviktor nga shumë qytete të Shqipërisë, po të Kosovës, po të Maqedonisë së Veriut, të Luginës edhe për te tyre. Edhe kjo është një mirësi shumë e madhe që besoj edhe shpresoj që Allah azza wa jalla ja ka ruajtur Shkodrës si një përgjithësi edhe për gjithë secilin prej nesh, e kryesisht për ata që vinë, që kanë për detyrë me e ruajt këtë, edhe me ruajt tabanin e vlerave të baballarëve, gjyshërve, edhe me u lut që me u zhvillu kjo e mirë derisa të keq shkruar Zoti. Mufti nderuar, ju keni postën e muftisë, por nuk keni nda asnjëherë nga ligjërimet nga Hoxhalluku dhe nga thirrja islame, andaj edhe du të më lejosh bereqetin e kësaj sofre ta begatojmë aq më tepër kur jemi në fillim të këtij muaji të bekuar. Ne kemi vendosur që ajetet e agjerimit ti ndajmë me xhallar nga pak, dhe mbrëm biseduam për thirrjen, vetëm për thirrjen, pse ja ayyuhalladhina amanu, dhe pasi kuptuam që kjo thirrje në fakt kur dëgjohet është thirrje hynore, mund vjen ndonjë urdhër ose mund vjen ndonjë ndalesë. Sonte na ka ardhur ky urdhër i radhës, kutiba alaykumus siyam. Me dikën tjetër nesër kam të parapar Hoxhën Musalem Mazllami të diskutoj kema kutiba alal ladhina min qablikum. Me ju vetëm këtë pjesë. Çfarë është agjerimi? Pse agjerimi? Besoj se ka 2 detaje shumë të rëndësishme në këtë ajet kuranor që sapo ju e cekët me të drejtë, që pa i kuptuar këto detaje nuk arrim të kuptojmë edhe domethënien e agjerimit në vetvete, edhe obligimin e Ramazanit për të gjithë ne. E para, ja ayyuhalladhina amanu, o të cilët keni besu. Është thirrje për besimtarët. Edhe besoj se është nyja ndarëse e çdo dileme që përhapet nga një herë edhe pa dashje ose me dashje, me apo pa dije, në realitetet të ndryshme shqiptare, për të fut njerëzit në disa dilema dhe shqetësime të panevojshme në lidhje me një person i cili agjeron në Ramazanin, qoftë një ditë të vetme. Nëse Allah subhanahu wa taala thot, o ju të cilët keni besuar, dhe pastaj thot, as-sawmu li wa ana ajzi bihi, agjerimi është i imi dhe unë jap shpërblimin për të. Ne nuk ka pse të merremi me besimin a mos besimin e atij që e praktikon agjerimin. E dyta, kutiba aleikum.
Mendoj se është një tërheqje vëmendje shumë e madhe drejt dashnisë së Allahut Azza wa Jall për robën e tij besimtar. Edhe drejt besimit që Allah Azza wa Jall i jep besimtarëve, besimit, domethënë besimit se janë të aftë për të marrë një përgjegjësi të madhe që Allah Azza wa Jall e ka përzgjedh që dikush ta marrë. Ja ka ngarku besimtarëve. Dhe i thret në mënyrën më të mirë të mundshme, o ju të cilët keni besu, si thosh, o ju të dashurit e mi. O të dashurit e mi, unë do t'ju la një amanet shumë të madh, dhe do t'ju ngarkoj me një përgjegjësi shumë të madhe. A e merrni përsipër? Shikoni, ne nuk bëjmë krahasime, walillahi al-mathalul a'la. Allahu është i pakrahasueshëm dhe Ezilan nga njerë. Imagjinoni një babi urt e mjekër të thinjon, po dhe i ri, nuk ka rëndësi, që ka shumë fëmijë. Edhe e merr njërin prej tyre dhe i thot, unë do të ngarkoj ty një përgjegjësi të madhe. A je ti afër me e majt atë? Do të thënë, si do të njehet ky fëmijë në mesin e krejt të tjerëve? Baba më ka përzgjedh për një përgjegjësi shumë të madhe. Privilegj? Baba, më ka privilegjuar në mesin e krejtëve. Po mendoj i dashur, edhe subhanallahu, po lexoj edhe në tefsire të ndryshme. Mendoj se ka një tërheqje vëmendje për të na bë për herë më shumë bozhli ndaj Allahut Azza wa Jall. Që na e ka ngarku këtë përgjegjësi të madhe, por na e ka ngarku duke i paraprime një thirrje që nuk ka pas saj thirrje. O të cilët keni besu. Dhe më thanë, ju jeni pjesë e dashnisë dhe pjesë e bekimit e mëshirës. Ju të cilët keni besu. Ju jeni besnikët e mi. O besnikët e mi. Unë po ju ngarkoj një përgjegjësi të madhe. A e mani? E din në shumë raste pejgamberi alayhi salatu wasalam kur i drejtohet sahabëve për një porosi të caktuar, thotë, a e kryeni? Kush merr nga pejgamberi alayhi salatu wasalam 5 porosi? A i përgjigjen dërguarit të Allahut. Edhe ata më njëherë thonë, po ja Rasulullah, pa e ditë se çfarë do të kërkoj, sepse është besim i pa diskutueshëm. Pa Allah subhanahu wa ta'ala, kur na thot kutiba aleikum as-siyam, është duke na thënë që ka një porosi shumë të madhe, ka një thesar shumë të çmuar, po që nuk mundet me e zbatu do kushdo. Unë do ta vendos amanet në durët e dikujt. Dhe kam vendosur që të përzgjedh besimtarët. A e mani këtë përgjegjësi? Këtë amanet? Edhe pse po them amanet? Sepse gjej një rivaj, një transmetim, ku pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, as-sawmu amana, falyahfaz ahadukum amanatahu. Agjërimi është amanet. Prandaj le ta ruaj gjithsecili për jush amanetin e tij. Allah. Po nëse ky është amanet, siç e thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, dhe Allah subhanahu wa taala thot kutiba aleikum, po duke i paraprime o të cilët keni besu, mendoj se është tërheqja e vëmendjes më e mrekullueshme që na vjen nga Zoti i gjithësisë dhe na bën me e përjetu ardhjen e Ramazanit edhe shumë kohë përpara, me shumë përmallim, me shumë dëshirë, me shumë kënaqësi. A nuk i sheh njerëzit kohë përpara Ramazanit që përgatiten në mënyra nga më të ndryshmet? Se unë ju them edhe kolegëve të mi, leni njerëzit të përgatiten si të kenë dëshirë. Sepse në finale, ajo është një marrëdhënie e drejtë për drejtë e gjithë secilit me Zotin e tij. Dhe me thënë, të gjitha adhurimet kanë një hyrje, kanë një dalje, kanë disa rregulla të padiskutueshme, i ka edhe agjërimi, patjetër. Mirë po, ky adhurim në vetvete ka një sirr që nuk e ka asnjë tjetër. Somu li wa ana azibihi. Sirri është, sekreti është, që kjo është një marrëdhënie ndryshe nga të gjitha marrëdhëniet e tjera në adhurim, që njeriu ka me Zotin e tij. Këtu nuk ka vend për syfaqësi, këtu nuk ka vend për me të pa apo mos me të pa dikush, këtu nuk ka vend apo e bëj apo nuk po e bëj. Këtu ka vetëm nxitje të vazhdueshme që me e kry. Por nxitje të vazhdueshme për ta marrë njeriu në përdore drejt rritjes me anë të këtij besimi për t'u bë për njësi elitave në jetë. Shiko,
një prej qëllimeve të agjërimit edhe patjetër që unë nuk do të hyj sepse kjo është edhe hisja e dikujt tjetër me siguri, por ne kur flasim për agjërimin gjithmonë flasim për takvan. La'allakum tattaqun. Që është qëllimi? Mirë po, a nuk e ke pa që Alif Lam Mim dhalikal kitabu la rayba fihi? Ky është një libër për Kur'anin, me cilin nuk ka asnjë dyshim, udhëzim për takvalit, për të përkushtuarit. Fa Allah subhanahu wa ta'ala e hap Kur'anin famlart me udhëzimin, me elitat mesin e rasës njerëzore të përkushtuarit, takvalit. Dhe na thot nëpërmjet ajetit të agjërimit të Ramazanit që qëllimi final i krejt këtij amanetit të madh që po vendosin durët tuaja është që mos ta humni fillin e takvas në jetën tuaj të përditshme. Përndryshe si me e kuptu, pejgamberin alayhi salatu wasalam kur thotë që ai që nuk e lën gënjeshtrën do të vepruarit sipas saj, mos mendoj se Allah azza wa jall ka nevojë për që ndonjëri për ju shpëndaj të pangrande pa pi. Si ta kuptojmë pejgamberin alayhi salatu wasalam kur thotë nëse ndonjëri për jush zgjohet agjërueshëm, pra është në një ditë për ditëve të agjërimit, do dikush e shan, e cyt, e ngacmon, ai përgjigjet. Absolutisht, inni saim. Unë jam agjërueshëm. Por më lëri për rahat se unë jam duke marrë një amanet të shejt. Kam tjetër detyrë. Dhe nuk jam fare në këtë vorbull. Ore janë to e shah. Do të thënë, atë pëlqen dikush me e shah zotnin tane? Jo. Po me të cyt, me të ngacmuar, edhe më vështirë. Edhe mund të reagosh? E nëse reagon ai je fajtor? Absolutisht jo. Mbrojtje. E ka bërë për borxh, edhe me ia thon ndoshta një fjalë që gati nuk del prej gojës së zotnisë tane. Mirë po, në agjërim, inni saim, unë jam agjërueshëm. S'po merrem me ty. Hiç për fare. E mbjerem godit e mshaje me këtyre. Fare. E sa fjalë të tjera dhe mësime të tjera të mrekullueshme, nëpërmjet të cilave pejgamberi alayhi salatu wasallam vetëse don për me na nxit edhe me na bë me kuptuar për herë më tepër se ky adhurim nuk është si krejt adhurimet e tjera. Është kutiba aleikum, ju është bë obligim ju, po jo vetëm ne. Është ndoshta adhurimi ma masiv edhe ma i dëshmuar për gjatë rrjedhave të historisë së njerëzimit. Dhe me thënë, në historinë e krejt pejgamberëve ka agjërim. Po lexoja në këto shënimet edhe leximet të ndryshme të agjërimit, ka pas prej pejgamberëve që kanë kaluar krejt jetën agjërueshëm. Hazreti Daudin alayhi salam e përmend pejgamberi alayhi salam një ditë jo. Po ka pas edhe një ditë po e 3 ditë jo. E ka kenë pejgamberi jon alayhi salam një ditë të hanë, një ditë të ejte. E ka pas muaj që ka agjëru, sa që kanë thënë se nuk e prish kur. E ka pas kohë që nuk ka agjëru, jashtë Ramazanit, sa që kanë thënë nuk agjëron asnjëherë. Mirë po, për te i kësaj dhe asaj, thot një fjalë që është shumë e rëndësishme, sumu tasihhu. Dhe më thënë, agjëroni, mos keni gajlese, mos keni dërce, po smureni, po dopsoheni, po si që ju thonë disa, ju po ka me të nodhë, kjo ka me të nodhë, ajo. Po të lexojmë elitat e mjekësisë botërore për jo muslimanëve, po, se muslimanët po që po prej jo muslimanëve, do të gjejmë se janë të kapur për herë e më tepër pas agjërimit të muslimanëve për të shëruar edhe smundje shumë të klavitona, edhe gati të pashërueshme. Kam lexuar një studim të një mjeku amerikan i cili ka arrit të shëroj njerëz me smundje të pashërueshme në fjalorin e mjekësisë moderne nëpërmjet agjërimit të muslimanëve. Kemi kanë student në Damask kur hoxhallarët e Shami Sharifit, do besoj se zotrote e keni dëgjuar dhe mund të vinë në hatër, kur flisin për agjërimin thonin që sot në Gjermani, e përmendin Gjermaninë, ka klinika të posaçme për shërimin e sëmundjeve të shumta nëpërmjet agjërimit të muslimanëve a agjërimit me ujë. Po Allah subhanahu wa taala kur na e obligon këtë adhurim të madh dhe e bën një prej shtyllave kryesore të fesë islame, e para, për të na forcuar në këtë besim, për të na rehabilituar
islamin ton, edhe imanin ton, edhe ihsanin ton në veçanti, sepse është marrëdhënie sekrete tashmë kjo. O i dashur, domethënë, ti si agjërues e prish krejt sistemin e vitit tënd për një muaj. Zgjohesh në një kohë kur zakonisht flen. Mirë, po kjo nuk është falas. Mos mendo se është kështu pa shpërblim, po them. Zgjohesh për të ngrënë në një kohë kur shko për të fjet. Mirë, po këtë sakrificë Allah Azza wa Jall ta shpërblen. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna Allah. Allahu dhe melekët e tij bien salavat. Ne e dimë ajetin kuranor, bien salavat për pejgamberin. Po jo që bien salavat edhe për ata që ngrihen për të ngrënë syfyr. Qoftë edhe një hurm. Allah, e qoftë edhe një gdhenk ujë. E prish krejt ditën, pra sistemin e punës, ushqimit, pijes, komunikimit me njerëzit, se rritet dhe përmirësohet, po ashtu darken, thuj iftarin, pastaj ka një adhurim specifik, ndryshe prej krejt ditëve të vitit. Ne mund të falim çdo natë qiyamul lejl, namaz natet, 2 rekate, 4 rekate, sa rekate. Në Ramazan, mezi shpresim të vijë Ramazani, sepse e dim se ka jo 2, 4, po 20 rekate. 20 rekate. Dikush thot po fali edhe më shumë, dikush thot edhe më pak. Allah ju pranon për krejtve. Ama shiko, çështja hapo. Ti mësohesh apo ftohesh nëpërmjet muajit të mandueshëm të Ramazanit që edhe namazin ta shtosh. Por jo vetëm namazin. A nuk na thot alayhi salatu wasalam që një umre në Ramazan është si haxh me pejgamberin alayhi salatu wasalam, si një haxh me mu? Pra duket sikur të gjitha adhurimet vinë edhe përplasen edhe shkrihen në agjërimin e Ramazanit. Duke nis nga shahadeti i pari. Se kur thotë somu li wa ana azibihi, agjërimi është i imi dhe unë shpërblej për të. Edhe nis me ojë të cilët keni besu. A mendon se një person që nuk thot la ilaha illa Allah me zemër të plot edhe me bindje absolute mund të agjëroj një ditë për ditëve të Ramazanit? Jo. E ban atë duke e vërtetuar katërcipërisht forcën e bindjes, edhe duke argumentu vetes fillimisht. Se kjo është marrëdhënie me veten. Më poshtë egon edhe nefsin, që për te tekave të mia unë kam një Zot, i cili më ka thirrë në më të mirë mënyrave dhe unë i kam thënë lebejk Allahumma lebejk. Edhe zgjohem në syfyr edhe e bëj njetin për çdo ditë. Për te qëndrimeve të shkollave dhe medhhebeve tona në lidhje me njetin. Për çdo ditë e përsërisim atë. Thuaj një herë në fillim të muajit, po edhe për çdo ditë. Pse për çdo ditë? Që me vazhduam i thanë nefsit, unë jam agjërueshëm, Edhe sot. unë jam në besë, se ne flasim sot për besën, po që ruajnë besën, s'ruajnë besën. Por unë jam besë me Allahun Azza wa Jall. Kam lexuar në shënimet e shumë prej të burgosurve të komunizmit, prej hoxhallarëve tanë, por jo vetëm, edhe kam intervistuar disa prej të burgosurve musliman gjatë periudhës së komunizmit, se sa e vështirë ka qenë për ta momenti i ardhes së Ramazanit. Dhe sa derte kanë pas kur i ka ardhur Ramazani. Por sa të pa lëkundun kanë qenë në faktin e mos diskutimit fare me agjëru apo jo. Kanë agjëru në kushte të pabesueshme. Pa ngran, pa pi. Hafiz Sabri Koçi Ahmet pas thotë që e merrja një pak bukë dhe një kokër qep, edhe i fuça në xhep, edhe me ato basha iftar. Po a ka njëri sot që bën bukë qep? Ai ka bë iftar, po ku në burg? Duke i ruajtur fshehtin. Allah. Ose pa syfyre, pa iftare. Allahu Ekber, absolutisht. Thoshte një mik i imi, profesor, një prej mësuesve të mi të vjetër, thoshte për babën e tij që shkonte në punë edhe merrte bukën me vete. Në kohë të komunizmit ashtu funksiononin. Edhe gjatë Ramazanit ai agjëronte fshehtas. Mirë po kur vinte koha e pushimit, do të dilnin të gjithë aty, do të hanin bukë, do të pinin. Po edhe dikush që binte në sy për mos ngrënie, ndoshta një ditë, 2 ditë mund ta kalonte, po pastaj do të ishte e vështirë për të.
Ai thotë merrte çdo ditë një konserv peshku. Shiko subhanallahu. Edhe thotë e hapte atë, edhe lynte gojën e tij me vajin asaj. Allah. E pas e shkonte gjoja për të latë durte dhe e dertë atë, apo trete, dhe thote, sa e mirë kjo ushqim, am ka me dëvëj këtu, diçka. Ai ishte agjërueshëm. Megjithatë, edhe në kushte ekstremisht të vështira, i kanë qëndruar besnik Allahut Azza wa Jall. Si mos me ruaj Zoti këtë fe dhe këtë besim absolutisht. Edhe ne besoj se jemi një sadaka e vogël edhe një bereqet i madh i përkushtimit të tyre. Sa bukur. Mufti i nderuar, minutat e paraparë kanë kaluar, biseda me ju është e këndshme, e tëra, e mos flasim edhe këto përshkrime, që zakonshëm kur flitet, sidomos për adhurimin e agjerimit që fisnikron shpirtin dhe tregon për asketizmin që duhet bëhet nga çdo njeri, nga çdo besimtar, se morali i tij fuqizohet shumë dhe ai është musliman kur demonstron islamin e tij, dhe këtë shkollë merr shumë prej agjerimit, më shumë se sa për çdo adhurimi tjetër. Derisa shohim se zakati është kryesisht çështje ekonomike, kjo është e pastër shpirtërore dhe kjo tregon pikërisht atë që e përmendet se vetëm për Zotin kjo bëhet, për hatër të askujt. Një porosi për fund. Unë i ftoj të rritë në veçanti, që me qëndru sa ma shumë afër gjyshërve të tyne, edhe me u pudh durët atyne, edhe me kërku prej gjyshërve të tyne, që të paktën çdo ditë prej ditëve të Ramazanit më tregu nga një kujtim nga kujtimet e Ramazaneve të hershme. Nuk kam dëshirë që me na hum Ramazani, edhe shpirti i Ramazanit, edhe kujtimet e Ramazanit. Subhanallah, kam dëshirë gjithmonë që me e përzi Ramazanin e sotëm me Ramazanet e shkuara. Edhe më duket se kështu, domethënë brez mas brezit, rujmë edhe Ramazanin e pejgamberit ton alayhi salatu wasalam. Edhe është bukur kur ju kujtojmë fëmijëve edhe të rive Ramazanin e gjyshërve, Ramazanin e baballarëve. E themi domethënë me dy fjalë që jemi në besën e më të mirëve dhe më të mëdhejve, jemi në besën e babës, në besën e gjyshit, jemi në besën e stërgjyshit, e katërgjyshit, jemi në besën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, e jemi në besën e Allahut. E shpresoj dhe lutem që të rritë e sotëm, Allah Azza wa Jall t'ja ndriçoj mendin edhe zemrën për t'u bërë më të mirë se sa baballarët edhe gjyshit e tyre, por duke mos shkput asnjëherë marrëdhënien e dashnisë, e respektit, e përkushtimit, e lidhjes së pandar me baballarët, me gjyshërit, duke shku dorë për dorë drejt xhamisë, e duke ndërtu dorë për dorë të ardhmen mbi bazat e përkushtimit, që është edhe thelbi i agjerimit të Ramazanit. Të faleminderit shumë për pjesëmarrjen, për gatishmërinë. Shumë kënaqësi. Atëherë të respektuar teleshikues, me ne pra ishte hoxha i nderuar Muhamet Sutari, mufti i Shkodrës, i qytetit të dijes, dietarëve, i qytetit të rezistencës, të tolerancës. Ne ishim të begatuar që këtë sofër sonte na begatoi, besoj edhe ju jeni kënaqur sikur unë me te. Atëherë ju vazhdoni të qëndroni akoma me emisionet të tjera e ne përsëri natën tjetër inshallah taala do të takohemi me hoxh tjetër, me pjesë tjera të ajeteve të agjerimit dhe kësaj do të mundohemi që t'ju begatojmë me mysafir të çmuar nga hoxhallar të ndryshëm. Qëndroni me ne përsëri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.